Mbrëmjen e së njëjtës gjatë darkës së të nominuarve në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4, Alba Pollozhani u vu përpara pyetjeve të shumta nga publiku, kryesisht për raportin e saj me Limin dhe Dolçen. Një nga pyetjet më direkte ishte nëse mendon se Dolçe po vepron për inat ndaj saj me disa frimit me Limin. Alba reagoi prerë duke mohuar çdo përfshirje të Limit në këtë situatë. Nuk e di pse publiku e ka parë në këtë mënyrë, unë kam diçka vetëm me Dolçen dhe ja kam shprehur hapur. Mbajini mend, është raport Alba Dolçe u shpreh ajo. Alba nuk e mohoi se situata mund ta nxjerrë atë si xheloze në sytë e publikut, por tregoi se thelbi i problemit nuk ka të bëjë me ndjenjat romantike. E di që mund të duket sikur jam xheloze ndaj Dolçes, por realisht është diçka personale mes meje dhe saj. Banorja shkoi edhe më tej duke i dërguar një paralajmërim të drejtpërdrejtë Dolçes, ndërsa Limin e la plotësisht jashtë konfliktit. E kam thënë Dolçes të jetë e përgatitur për këtë situatë, po e shoh që njerëzit për të hiqën përfshirë dhe atë. Nuk më intereson nëse e bën për inat apo jo, përfundoi Alba. Deklaratat e saj kanë ndezur rrjetin social dhe pritet që raporti Alba Dolçe të sjellë përplasje edhe më të forta në ditët në vijim brenda shtëpisë së Big Brotherit, duke mos harruar se javë më parë ishte Dolçe ajo që reagoi me një agresion të shtuar ndaj Albës, duke dhunuar fizikisht edhe pse nuk u dënua nga vëllai i madh.